Në Elbasan tani ku me urdhër të SPAK-ut të zhvilluar një operacion antidrog, detajet i ka koleguin Fatos Salliu, me cilin po lidhem tani drejt për drejt. Fatos, përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh për këtë operacion? Përshëndetje, atëherë një operacion i gjerë antidrog është zhvilluar gjatë orëve të natës, por edhe në orët e para të mëngjesit këtu në Elbasan dhe në disa qytete të tjera të qarkut të Elbasanit, përfshirë këtu Librazhdin, Prenjasin dhe Gramshin. Sipas informacioneve që kemi, janë lëshuar 26 masa ndalimi, nga të cilët deri tashmë, pak sipas informacioneve, janë shoqëruar 10 persona, ndërkohë që 8 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ndërkohë që 8 të tjerë informohet se janë ndaluar më përpara pa parë se të zhvillohet ky operacion. Sipas informacioneve të dhëna deri tashmë, janë sekuestruar lëndë narkotike, por gjithashtu janë sekuestruar edhe prova të tjera materiale për fikun celular, të cilat do të shfrytëzohen më pas nga prokuria, pra nga grupi hetimor, lidhur me këtë operacion. Sipas informacioneve më të fundit, rezulton që ky operacion është zhvilluar nga SPAK, me urdhër SPAK, por ku janë angazhuar forcat të ndërhyrjes së shpejtë, gjithashtu të mbështetura nga forcat e policisë Elbasanit. Ende operacioni është në vijim dhe pritën të dhëna edhe në orët në vazhdim për finalizimin e këtij operacioni. Ndërkaq, Fatos, duket se ka kontrolle edhe në banesa, biznese. Po, sipas informacioneve të marra, rezulton që të paktën janë dhënë 20 urdhër kontrolli në banesa të ndryshme, në objekte të ndryshme, por edhe në banesa, pra në objekte banimi, ku mendohet se ushtrohet kjo veprimtari, pra, dhe gjithë kjo operacion është zhvilluar gjatë orëve të natës, në orët e para të mëngjesit, gjithashtu aktualisht është duke zhvilluar edhe në disa qytete të tjera të qarkut të Elbasanit, siç edhe përmenda, pra në Librazh, pra ka shtrirje edhe në Librazh dhe Prenjas dhe në qytete të tjera të qarkut të Elbasanit. Nënvizojmë këtu faktin që Elbasani faktikisht sa i përket kultivimit të bimëve narkotike, kanabis sativa, rezulton që të jetë një ndër qarqet më të pastra në shkallë vendi, megjithatë ka pasur dhe operacione të kësaj natyre, pra her pas here janë zhvilluar dhe operacione antikanabis, dhe janë sekuestruar lëndë narkotike të këtij lloji, por operacioni i fundit është i fokusuar kryesisht, patën sipas informacioneve që kemi, është i fokusuar kryesisht në lëndët narkotike të llojit kokainë, pra të drogave të forta. Elbasani njihet si një ndër qytetet që, ose paktën sipas informacioneve dhe sipas statistikave, njihet si një ndër qytetet që rezulton me përdorim të lartë të lëndëve narkotike, dhe ndaj edhe historikisht ka pasur operacione të kësaj natyre. Kujtojmë këtu që edhe vitin e kaluar, edhe vitet e mëparshme janë zhvilluar operacione të gjëra ku janë ndaluar mjaft persona të cilët kryesisht merren me trafikimin e lëndëve narkotike, por edhe dhe përdorusën të lëndëve narkotike, por kryesisht ata që merren me trafikimin e lëndëve narkotike. Kujtojmë këtu që vitin e kaluar të paktën u shoqëruan rreth 50 persona të cilët ishin të përfshirë në këtë veprimtari, ndërkohë që edhe si vjet, pra përsëritet si thua e njëjta ngjarje, pra gati në të njëjtën kohë, ku një operacion i gjerë po zhvillohet ose u zhvillua gjatë orëve të mbrëmjes të kaluar, edhe është duke zhvilluar edhe në këto momente, pra ku janë dhënë, siç edhe përmendëm, 26 masa ndalimi, ndërkohë që janë shoqëruar tashmë 10 persona, 5 të tjerë janë shpallur në kërkim dhe më herët ishin ndaluar 8 të tjerë. Të falenderoj, Fatos, për të gjitha udhëtitë. Do të mbetemi në kontakt gjatë ditës për çdo zhvillim tjetër në lidhje me këtë operacion antidrog. Ishte aty drejt për drejt kolegu Fatos Salliu.